Real Madridi edhe 10 vjet mos me luajt futboll, nuk mund me na nxon ekipe tjera me trofe, domethënë me Champions League, me Real Madridi kanë lëndime, 2 lojtarë më të mirë ishin të lëndum. Ishte, domethënë Militao, Mbappe nuk ishte i formën 100%. Pastaj Rudigeri nuk ishte. Valverde detyrimisht po lun mbrojtësi djathtë sepse s'po ka solucione tjera. Carval është i dëmtuar, Arnold nuk është akoma 100%, domethënë ka probleme, por Real Madridi do të jetë skuadër jashtëzakonisht e fortë. Po. A është i denjë Alonso për Real Madridin? A është i denjë, këta mujna me pa në fund sezonës, nuk deri këtu, domethënë nuk e ka treguar vetë, no? Deri këtu një problem ka qenë që Real Madridi si skuadër ka qenë tranzicion. Me largimin e Kroosit, me largimin e Modricit. Edhe treneri është tjetër presion me udhëheq Realin e Madridit, tjetër presion nëpër klube tjera. Por në fund sezonës nuk ma merr mendja se do të vjen deri te ai vendimi ngutshëm për shkarkimin, no? Për shkarkimin. Se ka pas shumë presion, në fakt është përful shumë në rastin e dështimit të sotëm, ndoshta mund të vijë deri tek shkarkimi i Xabi Alonso. Kështu kanë raportuar në fakt mediat në Spanjë. Nuk besoj te Real Madridi që mirën kësi vendime kaq shpejt, domethënë analizohet mirë kush do të vjen mas pari, pastaj mirën me Real Madridi ka shkarku trenera në fund sezonit edhe kur janë dalë kampion. Po, vërtet. Kapellan, domethënë nuk e kanë. Pas fitimit Ligës Kampion me bile kanë. Po, nuk është te Real Madridi është me rëndësi procesi, nuk është me rëndësi gjaknxetësia momentale ose tifaz normalisht që nuk janë të kënaqur, bojnë presion, ndoshta edhe mediat e kanë punën e tyre për me pas çka me shkru. Është krejt normale, por edhe treneri që shkon në Real Madrid duhet me ditë